Kroacia po planifikon të padisë Shqipërinë për shkak të mbeturinave që u transferuan para pak ditësh në rrugë detare drejt brigjeve të Dubrovnikut. Sipas mediave kroate, kjo tezë është ngritur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të qytetit bregdetar kroat nga këshilltarja dhe njëkohësisht avokatja Viktoria Knežević. Pas një studimi të plotë të situatës, përgjigjja është se teorikisht mundemi, por praktikisht është shumë e vështirë të kemi sukses, gjë që nuk do të thotë se duhet të heqim dorë nga ideja nëse asgjë tjetër nuk ndihmon. Pyetja më e rëndësishme tani është se çfarë tjetër mund të bëjmë për ndaluar përsëritjen e fenomenit të plazheve tona të mbushura me mbeturina, thot Viktoria Knežević. Ajo ka theksuar se konventa e Barcelonës i detyron të gjitha vendet mesdhetare, përfshirë Shqipërinë, të marrin masa që të zvoglojnë sasinë e mbeturinave që përfundojnë në det. Kroacia mund të kërkojë po ashtu që Adriatiku Jugor të shpallet zonë prioritare në këtë drejtim. Shqipëria është në procesin e negociatave të antarësimit në BE, gjë që jep Kroacisë një mjet të fuqishëm për të kërkuar rezultate konkrete dhe të matshme në mbrojtjen e Adriatikut nga mbetjet. Ekziston një projekt kroato-shqiptar me UNDP-n që mund zgjerohet për të përfshirë grykderdhjet e lumenjve dhe vend grumbullimet problematike të mbetjeve, tha Knežević. Sipas saj, ajo që del në plazhe përbën vetëm rreth 20% të totalit të mbeturinave, pasi rreth 80% e mbetjeve shëtitëse fundosen në shtratin e detit. Ajo që pamë është vetëm maja e icebergut dhe bara e vërtet mjedisore mbetet në det, ku ne me sy të lirë nuk mund ta shohim, por ekosistemi ynë, peshkatarët, turizmi dhe shëndeti detar vuajnë pasojat, shtoi ajo. Knežević gjithashtu theksoi se modelet e tilla kanë funksionuar tashmë në detin Balltik, ku Shtetet e Bashkuara arritën të reduktonin në mënyrë drastike sasinë e mbetjeve në bregdetin e tyre përmes një plani të përbashkët veprimi. Po ashtu në lumin në Rajna, 6 shtete kanë zgjidhur ndotjen katastrofike përmes zbatimit sistematik të marrëveshjeve ekzistuese. Rrymat e forta në detin Adriatik kanë nxjerrë një sasi të madhe mbeturinash, kryesisht nga Shqipëria, në bregdetin e Dubrovnikut, Kroaci, duke shkaktuar alarm tek autoritetet lokale. Dy nga vendet turistike më të njohura të qytetit, plazhi i Banjës dhe qyteti i Vjetër, u përmbytën javën e kaluar nga një sasi e madhe mbeturinash të nxjerra nga deti, raportoi New York Times. U deshën 2-3 ditë për të pastruar shpejt vijën bregdetare nga plastika, metalet dhe mbetjet mjekësore. Bazuar në etiketat dhe materialet e gjetura, shumica e mbeturinave janë nga Shqipëria, sipas autoriteteve lokale, të cilat organizuan një fushat pastrimi. Meqense Adriatiku është një det i mbyllur, rrymat e tij të parashikueshme ndihmojnë në përcaktimin e rrugës së mbeturinave. Problemi është i vjetër, raporton gazeta amerikane, e cila thekson se për vite me radhë erërat jugore në Adriatik kanë nxjerrë ton mbeturinash në bregdetin e Dubrovnikut. Vendasit madje kanë parë edhe kafshë të mbytura. Plastikat në veçanti janë një çështje kritike për qytetin, me vetëm 42.000 banor dhe 4.5 milion net qëndrime turistike në vit. Në vitin 2020, Dubrovniku madje nënshkroi një angazhim për të zvogluar mbeturinat plastike. Ndërkohë Kroacia thotë se është në dialog të vazhdueshëm me Shqipërinë, sepse ne e dim nga vijnë mbeturinat. Ministria e Jashtme madje ka ofruar ndihmë financiare për menaxhimin e mbeturinave në vend. Ne shohim vetëm se çfarë pluskon, por një përqindje shqetësuese e madhe fundoset dhe mbetet në fund, shtojnë autoritetet kroate.